Ditu aksidentua vjera im dhe të nesërmen burri im, vjera ime ka marrë një pulë të zezë dhe e theri mes një kryqëzimi dhe e la kokën e pulës ta shtypin makinat në rrugë. Dhe më tha që kështu i kanë thënë. Të lutem, çfarë lidhje ka kjo me aksidentin që patën dhe çfarë duhet realisht të bëhen në tilla raste? Larg budallënjve, në tilla raste më u largu sa më shumë prej budallënjve. Se çfarë lidhje ka therja e pulës kur dikush ka bërë aksident vetëm këta e dim. Se me fe, me Zot s'ka lidhje. Shif tani, duhet therë pulë e zezë, 1, therë në kryqëzim, 2, të hedhet kokën rrugë që ta shtypin makinat 3. Do thonë 3 çmenduri njëra mas tjetrës. Çmenduri në kub. Jo çmenduri në katror, por çmenduri në kub. Pula duhet të jetë e zezë, çmenduria e parë. Duhet therë ke semafori, çmenduria e dytë, duhet të hedh në rrugë që ta shkelin rrotat e makinave, çmenduria e tretë. Sabër. Do të më bëj sabër. Çfarë duhet më bën ti raste? Duhet falendëroj Zotin. Duhet ardh në xhami, më u fal, më u lut, më u çun natën, më falendëroj Allahun që kam shtuar njerëz nga aksidenti. Jo më therë pula, të falt Allahu, të falt Zoti i Madh.